Vijon të zgjerohet sipërfaqja e përmbytur në territorin e Bashkisë Shkodër, edhe pse një ditë më parë nuk janë regjistruar shishiu. Në njoftim Bashkia e Shkodër bën me dije se situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet të qëndrueshme dhe nën monitorim të vazhdueshëm, me nivele uji në kuadër kritike dhe pa banesa prezencë uji në brendësitë e tyre. Sipërfaqja totale e tokës bujqësore me prani uji vlerësohet rreth 945 hektar, e shpërndar sipas njësive administrative. Në njësinë administrative Dajq rreth 120 hektar tokë nën ujë, në njësinë Velipoj rreth 195 hektar dhe njësia administrative Malit rreth 600 hektar dhe njësia Bërdic 30 hektar. Prania e ujit është e kufizuar në sipërfaqe të hapura bujqësore. Në obot uji është prezente në oborre, pa depërtim në banesa. Qarkullimi është i garantuar dhe realizohet me mjetet e ushtrisë. Është i bllokuar kalimi me mjete për shkak të rritjes së nivelit të ujit në rrugë. Situata lumen me mjetet të kontrolluar. Niveli i bunës në Dajq është 6.64 metër. Në urën e vitet të bunës, niveli i ujit është 8.70 metër. Në urën e Baçallekut lumi drin paraqitet në kuotin 7.70 metër. Hidrovoj po punojnë në kapacitet të plot dhe pa ndërprerje, duke mbatur nivelet e ujit në kuotet e sigurta. Furnizimi energji elektrike është normal, argjinatuat kanalet kulluese dhe shkarkuese të digës së rezervuarit të Shkodrës nuk paraqisin problematika apo rrezik për përmbytje. Monitorimin e terrenit vjen pa ndërprerje nga strukturat përgjegjëse, thekson njoftim.